Natyrisht shfrytëzoj rastin miq t'i shprehi ngushëllimet e mia dhe të gjithë medias dhe të familjes Thaçi, ngushëllime të veçanta ish presidentit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi, një dhimbje e madhe, natyrisht shumë fishohet kur merret parasysh e gjithë dhimbja që shkaktohet nga padrejtësia, nga një padrejtësi e cila natyrisht godet tek secili, por posaçërisht tek familjarët. Haxhi Thaçi, baba ish presidentit, ishte sinonim i burrave, fjalë pak unifikues, pa asnjë deklarat në gjithë jetën e tij, pa asnjë deklarat përçarse e polarizuese, duke natyrisht e treguar edhe njëherë vlerën e jashtëzakonshme e një gjenerate baballarësh gjithandej nëpër fshatrat e Kosovës që rriten dje me vajza, të cilët duke qenë të edukuar nga këta baballar morën guximin që ta sfidojnë ish Jugosllavinë dhe Serbinë dhe e realizuan ëndrrën e madhe të lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Ka sa i përket emisionit të sotëm, ditën e mirë, njerëz mirë, qëndroni me